19 maj. Është edhe një tezë, dje dëgjova nga Zonja Kalaja, e cila thotë që PD-ja duhet drejtohet nga zoti Berisha deri në 2026 për shkak se i mbaron mandati kryetarit, po pastaj ai duhet të kandidojë më si kryetar. Tani këtu teza do të hidhen her pas here, nuk shoh se ka një frym, meqense flasim për frym, nga grupi parlamentar, jo, po edhe nga zërat e tjerë, shumë pak janë ata që shprehin që Berisha duhet të zbatojë statutin. Statuti është i qartë, por le ta themi është një statut që ju përket juve në fundit, ju s'keni pse jepni llogari shoqërisë nëse zbatoni apo jo rregullat në partinë tuaj, në fund është vota qytetare që ju jep mandatin apo jo. Jo, po e bëj pak cinike diskutimin, sepse në fundit ne gjykojmë PD-n dhe PS-n në ditën e votimit. Ndërkohë për statutet tuaja ne nuk kemi gjendor ne si qytetar, po flas pjesa e pa angazhuar politikisht. Por është një çështje juaj, pra. PD-ja është një çështje e vetë demokratëve. Ju jeni një antar i vjetër i kësaj partie, deputet, keni pasur poste të rëndësishme, do ketë reforma aty apo Berisha do vazhdojë të dominojë partinë? Cila është qasja juaj dhe qasja e partisë në këtë moment? Ky debati ka marrë një hapësirë mbase me drejt, mbase që ke stimuluar gabimet thoya unë, ose me qëllimet caktuara, jep dorëheqjen, sep dorëheqjen statuti pas statutit. Është vërtet, ka një detyrim statutor që është shu i thatë drastik që në atë situatën në statutin që doli nga rithemelimi në atë konflikt u vendos. Dhe në vlerësimin tim personal, se si do të sillet zoti Berisha personalisht si kryetari i Partisë Demokratike me statutin që kanë miratuar, është çështje e individuale e tij. Ai duhet ta zgjidhë. Nga qëndrimit i publik ka thënë se ka prioritet, dhe unë këtu bashkohem me të, prioritet ka evidentimi, sepse bëhet një akuzë shumë serioze dhe madhe, që është shpallur farsë elektorale, dhe prioriteti i një partie dhe i PD-s dhe zoti Berisha, dhe unë këtu ja them që këtë gjë mbështes, është evidentimi i fakteve, dhënave që provojnë këtë akuzë, këtë pretendim shumë serioz që opozita ka. Sigurisht kjo ka një prioritet relativ. Unë po jap mendimin tim për këtë gjë. Pra, me njëherë pas zgjedhjeve, proceset e ankimimit janë në proces, as nuk është mbyllur procesi zyrtarisht zgjedhor, kështu që është fare logjike që të angazhohet ai dhe gjithë struktura e partisë, apo deputetët apo kandidatët, gjithë për të prodhuar, për të verifikuar këtë tezë të opozitës politike. Por patjetër kjo e ka një afat, që sa mund të shkojë. Dhe unë mendoj që me njëherë pas përmbylljes këtij afati, pra këtij procesi prioritar të evidentimit të farsës elektorale, PD-ja duhet ballafaqohet me dy akte shumë të forta. E para, në rast se do të provojë, jo vetëm në bindjen e vet, por edhe publikisht, se kjo është një farsë elektorale, si do të sillet në parlamentin e ardhshëm. Që ju tha duhet mos ta Por mendimin tim në rast se shpallet farsë, atëre, këto janë mandate të cënuara, nuk janë për djegje mandatesh, sepse dhe historitë suksesi nuk kemi pasur në drejtim, por unë do të sugjeroja që grupi parlamentar shkojë vetëm 8 herë në 4 vjet. Çdo 6 muaj të mbajnë mandatet, por marrëdhëniet në parlamentin të jenë si me një parlament farse. Në rast se asgjë nuk fitohet, por vala morale denoncuese e kësaj gjëje, sepse në fakt edhe pesha që mund të prodhoj 50 vota në parlament me këtë super majorancë Ramës është thuajse inekzistente, efektive. Përveç në situatë të jashtëzakonshme, konfliktja, integrimi po doni, por në rast se PD-ja duke quajtur farsë të parlament, shkon dhe futet në rutinën parlamentare, interpelancë me ministrë të bujqësisë, shëndetësisë, këto, atëre ideja e farsë elektorale ka rënë. Kolegët e mi që përgatiten shkojnë shtator, duhet ta kenë parasysh. Dhe nëse bie, çfarë duhet ndodhë në PD pastaj? Pra në një farë mënyrë, po ndodhi kjo pranohet rezultati. Por bëri kjo pranohet rezultatin. Nëse pranohet rezultati, duhet të zbatohet statuti pastaj. Ke lënë një kartë morale. Por pavarësisht